Mos raportimi I dhunës ndaj fëmijëve, paraqitja në punë ndikimin e alkoolit apo substancave psikoaktive dhe publikimi përmbajtjeve që cënojnë dinjitetin e nxënësve janë disa nga rastet që në të ardhmen do të llogariten si shkelje nga mësimdhënësit dhe personeli arsimor. Të gjitha këto parashihen në draft udhëzimin administrativ për procedura disiplinore, kur vetëm edhe pak ditë na ndajnë nga fillimi I vitit të ri shkollor 2026-2027, Ministria e Arsimit dhe Shkencës po synon ta shfuqizojë udhëzimin administrativ 04/2019 dhe po bën të gjitha përgatitjet për finalizimin e draft udhëzimit të ri administrativ për procedura disiplinore. Në draftin e ri janë pothuajse të gjitha dispozitat ekzistuese, tek janë shtuar edhe masa për disa shkelje që deri më tash nuk ishin të dënueshme, siç është edhe refuzimi për të marrë pjesë në trajnime për zhvillim profesional, pengimi I procesit të inspektimit, pastaj mos respektimi I masave të sigurisë dhe shëndetit në institucion. Ndërkohë nga sindikata e arsimit, përmes telefonit e kanë shprehur mbështetjen e tyre drejtuar syrit për këtë nismë. Ne si sindikata kemi marrë me konjoftimin për draftimin e udhëzimit administrativ për masat disiplinore ndaj të punësuarve në sektorin e arsimit. Njëkohësisht, draftin ua kemi përcjell edhe kryetarëve të niveleve sindikale komunale të arsimit parauniversitar. Megjithatë, deri më tani nuk kemi marrë asnjë koment apo vërejtje. Realisht, drafti është pothuajse I njëjtë me udhëzimin administrativ të mëparshëm, përveç faktit se janë shtuar disa përgjegjësi për të punësuarit. Në të vërtetë, ne si zbashk asnjëherë nuk e kemi mbështetur mos punën. Përkundrazi, jemi për përgjegjësi, profesionalizëm dhe korrektësi në punë. Prandaj, edhe nga anëtarët tanë, kërkojmë që të respektojnë detyrat, rregullat e punës dhe etikën profesionale. Përgjegjësit e arsimit thonë se udhëzimi vetëm e saktëson procedurën, pra është një ndarje kompetencave mes inspektoriatit dhe punëdhënësit, ku inspektoriati mund të inicojë procedurë disiplinore, por nuk mund ta zhvillojë atë procedurë. Ato e zhvillon gjithnjë punëdhënësi. Konsultimi publik për drafti nisi me 15 korrik dhe është dashur të përfundojë me 4 gusht.